të gjithë ju apo pjesa normale që keni ndjekur këto ndërmjet në përgatitje për festën e Zorës Rozare. Sigurisht që keni ardhur me një shpresë të madhe dhe lutje të pafundme drejt asaj për çfarë zemra juaj në realitet ka nevojë. Por megjithatë, është shumë e rëndësishme që në këtë ecje shpirtërore që kemi bërë të delë pa qoftë hiri dhe bekimi i Zotit në jetën tuaj, por edhe ajo çfarë e pengon në realitet marrëdhënien tuaj, marrëdhënien tonë me Zotin. Ne dim shumë mirë se një ndër rrënjët më të këqija dhe të mëkati është krenaria. Dhe në natyrën tonë njerëzore, ne shpeshherë e shfaqim apo deri në parë krenaria jonë e mburjes. Ndoshta mbulemi për jetën tonë personale, ndoshta për familje, ndoshta për fëmijë, e shumë krenari të tjera që mund të jenë. Megjithatë, Shënvari në leximin e parë të letruar Galatasve thotë një gjë ekzistenciale. Thash Zotit të mos mburen me tjetër sen përveç me kryqin e Zotit tonë Jezu Krishti. Shqipti pa vëllezër të motra ka një kontradikt të thellë në vete mes asaj që Shënvari e nxjerr në parë dhe asaj që ne shpeshherë jetojmë. Krenaria jonë shpeshherë apo në shumicën e rasteve është pengesë për ta dashur Krishtin. Është pengesë për ta dashur familjen. Është pengesë për ta dashur njëri tjetrin dhe për ta dashur bashkësinë, për ta dashur kishën. Shënvari thotë mos të mbulen asgjë tjetër përveç me kryqin e Zotit tonë Jezu Krishti. Vëllezër të motra, kryqin që na vjen në jetën tonë i shohim si një brend të madh. Ndoshta edhe si dënim për Zotin. Ndoshta ne nxjerrim duke thënë, o Zot, çfarë të keqe ka bërë në jetën time. Kryqet në jetën tonë duket si barë e pashmangshme e përditshmërisë. Dhimbja, sëmundja, vdekja, padrejtësi e shumë ngjarje të tjera bëhen kryqe të rënda në jetën tonë. Prandaj vëllezër të motra, të gjitha këto kryqe duhet ta kuptojmë me kuptimin shpirtëror. Duhet të shndërrohen në ura për të vazhduar ecjen tonë me besim, me fe drejt Krishtit. Prandaj duhet ta kuptojmë Jeremia. Nuk është e mjaftueshme vetëm ta prekim kryqin e Krishtit. Nëse ne nuk e prekim me zemër. Papa Francesku thoshte një fjalë që na mbet në zemër. Nuk mund ta duam Zotin me armiqsi në zemër. Nuk mund ta duam Zotin Rozarin me armiqsi në zemër. Dhe nuk mund të duam askën me armiqsi në zemër. Ja pra, çfarë do të jetë krenaria jonë, vetëm me kryqin e Krishtit, jo si pesh, jo si barë, jo si brend, jo si padrejtësi, por si mundësi për të ecur drejt takimit me Krishtin. E një dëshmi të tillë na jep më mirë se askush tjetër në historinë e njerëzimit. Dhe në Ruzullin Korsovë, në historinë e saj, Zoja e bekuar. Zoja Rozare ka parë të gjitha padrejtësi, të gjitha vuajtje, të gjitha ato frushkullime kundrejt birit të saj. As nuk ka turp,
as nuk ka mendë, as nuk ka pretenduar të hakmere. Çfarë ka bërë zonë e betuar? Ajo ka shestuar në zemrën e saj, i ka shqyrtuar të gjitha të ngjarjet që ka ndodhur kundrejt birit të saj. E mbi të gjitha ka lutur në heshtjen dhe në thellësinë e zemrës së saj. Natyrisht me dhimbje, por ajo nuk është hakmarr në asnjë moment. Shqipni pra vëllezër dhe motra, ne pretendojmë që jemi të drejtë, është po të jemi. Pretendojmë që jemi pankate, shpresoj që të jemi, por nuk ka asnjë njeri që shkel mbi këto që nuk mund ta bëjë një padrejtësi, nuk mund të ngatnojë apo çfarë do tjetër. Prandaj duhet të kuptojmë mirë një herë për gjithmonë se vetëm nëpërmjet figurës së Zojës së bekuar, vetëm nëpërmjet lutjes së Rozares, nëse nuk ka rozare, nuk ka bashkim në familje, nuk ka bashkim në një tjetër, e nuk ka bashkim as në kishë. Sepse rozaria është jeta që i vjen të gjithë ata njerëz që besojnë në një mënyrë apo një tjetër, duke u lutur ne bashkohemi shpirtërisht për ta takuar Krishtin nëpërmjet ndërmjetësimit të nënës së tij Zojës së bekuar. Prandaj, vëllezër dhe motra, Ungjilli i ditës së sotme që na paraqet Mateu Gjyktar dëshiroj ta marrë vetëm një rresht, ku Krishti thotë: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës së rënë, e unë do t'ju çliroj." Të jeni të sigurt se asgjë dhe askush nuk mund t'ju çliroj nga bara e rënd e jetës. As miku më i mirë, as miqtë më të mirë, e as familja më e mirë në rrugën tonë sot, e as njerëzit më të pasur të kësaj bote. Vetëm Krishti do të na liron, jo nga bara e rënd fizike, jo nga bara e atyre gjërave që ne i mendojmë, por do të na liron nga e bara e rënd shpirtërore që na kanë krijuar nga mëkati dhe të distancuar prej Zotit. Prandaj, vëllezër dhe motra, për të arritur te ky takim me Krishtin, kemi nevojë në të vërtetë që ta shprehim lutjen më të sinqertë të zemrës tonë, duke kërkuar ndërmjetësimin e Zojës Rozare, që të lirohemi një herë mirë prej barës së rënd të jetës, prej barës së rënd shpirtërore. E mbi të gjitha, kryqin mos ta shohim si peshë, si barë, por si urë për të takuar me Krishtin. Qoftë për Jezu Krishti.